people, po fillojmë një video të re sot dhe kemi një ndryshim shumë të madh në kanal sepse më në fund kemi arritur 1000 subscribers. Më në fund njerëz i arritëm 1000 subscribers dhe janë shumë falenderuese për secili nga ju të 1000 që më ndiqni këtu në YouTube dhe për gjithë ju të tjerë që i shikoni videot e mia dhe më suportoni vazhdimisht. Që nga videoja e parë që kemi në këtë kanal dhe sot që më duket se është videoja e 60 që do postoj. Atëherë video e re dhe një mal me bashkëpunime që më kanë ardhur dhe i kam lënë pak pas dore javës së kaluar sepse disa janë për Instagramin dhe me 1000 subscribers që kemi bërë në YouTube ka ardhur dhe bashkëpunimi i parë për në YouTube që mezi pres që t'ua tregoj. Për disa arsye familjare i kam lënë pak pas dore bashkëpunimet, por që do rikthehem fuqishëm edhe në Instagram. Pavarësisht se në YouTube, nga që videon e fundit e postova ditën e shtunë, kështu që nuk kemi aq shumë mbrapa me video. Por të nisim të tregoj bashkëpunimet pa humbur kohë. Jam shumë entuziaste të tregoj një bashkëpunim të ri me një brand që unë nuk kam bashkëpunuar asnjëherë më parë dhe është ky brandi Cozy Island dhe më ka dërguar dy pako shumë të bukura që do t'i ndaj tani direkt me ju. Hapim të parën që nga dast begu i vet dallohet që është një çantë, dhe është një çantë shumë e bukur. Atëherë jeni gati? Tadam! Kjo është çanta nga Cozy Island. Tani, se shikoni që kështu të pambushur ju, por të ishim bashkë njërë këto ripat e çantës, sepse nuk i kam hequr. Atëherë. Është shumë satisfying. T'jep shumë kënaqësi kjo pjesa e unboxing. Shikoni se sa të bukur ka këtë detajin dhe kombinimin e ngjyrave të bezhës me kafe, edhe këtu të ripat dhe gjithashtu kjo çanta është me këtë materialin super veloç, që është shumë e kombinueshme që ta merrni kudo ndash për të pirë një kafe paradite, për të pirë diçka në plazh Buzdeti, por unë do ta përdor edhe për plazh, më pëlqen shumë. Këtu ka logon e vet nga Cozy Island. Dhe priti se s'kam mbaruar se kjo çanta ka edhe një mini çantë tjetër të vogël brenda vetes. Që të tregoj tani. Tatam, ka dhe këtë çantën e vogël brenda dhe kjo është shumë e bukur, ka këtë ngjyrë kafe sepse kafe moka vazhdo që të jetë ngjyra e vitit 2025. Dhe ka ripin me zinxhir, edhe kjo është shumë e bukur. Sa bukur duket eve? Por nuk kemi mbaruar ende. Ky brendi Cozy Island mbahet për produkte shumë cilësore për sa i përket këpucëve, sepse ofron një komfort, një rehatim maksimale që ti mund t'i veshësh takat gjithë ditën pa u lodhur që ke veshur taka. Bëj bashkë unboxing. Okej, këtu brenda paketimit kemi thanks cardin. Okej, këtu kemi edhe këtë zarfin e vogël që dua t'tregoj pak më vonë se çka ka, t'ju bëj një unboxing të këpucëve brenda. Të vjen edhe këpucët, i heqim dhe këto letrat, i bëjmë këtë unboxing sepse siç e shikoni as nuk e kam hequr. Këto janë edhe takat që kam zgjedhur nga Cozy Island, shikoni sa të bukura që janë. Vendosa të marr këtë ngjyrën klasike bezhe sepse është shumë e kombinueshme. Këto kanë një material të butë përpara dhe kanë edhe pak elasticitet që të përshtaten me formën e këmbës. Thash, Cozy Island mbahet për këpucët e veta që i ka shumë të buta, pjesën poshtë që mbështetet këmba, edhe këtu që përshtaten me harkun e këmbës. Dhe kanë edhe një tak rreth 8.5 cm që të ofrojnë një komfort maksimal gjatë gjithë ditës. Shumë të bukur, thash kanë edhe detajin këtu ana që kanë këtë fjongo dhe përsëri me logon e Cozy Island. Shikoni, edhe të dyja kombinohen së bashku. Gjithashtu në description box do t'ju lë edhe linkun e çantës, edhe linkun e këpucëve, nëse doni që të shikoni ndoshta edhe modele të tjera të faqja e Cozy Island. Gjithashtu do keni edhe një kod poshtë në description box që përfitoni 10% zbritje duke përdorur kodin tim. Por, njerëz nuk kemi mbaruar ende, sepse mua më kanë ardhur pako të tjera nga Rihoas. Edhe Rihoas është muaji i dytë që bashkëpunoj, më pëlqejnë shumë fustanet e Rihoas. Ka fustanet pak stil vintage, klasike dhe janë shumë të përshtatshme për t'i veshur edhe për punë. Por kësa here kam marrë më duket 2 për punë, një për plazh. Do t'ua tregoj tani. Madje do t'i vesh, të shikoni se sërin të veshura dhe të kombinuara së bashku me çantën verore dhe këpucën nga Cozy Island. Atëherë, fillojmë me produktin e parë. Dhe është ky fustani i bardh. Ka jakën e këmishës, vjen këtu si për para i shkëmbyer, vjen i gjatë deri te kyçi këmbës, nuk është deri në fund, dhe mbrapa vjen me kurizin jashtë. Do ta shikoni veshur, ta shikoni se sa bukurisë, se kështu ndoshta nuk duket tamam.
Kjo pjesa e hapjes së pakove është shumë satisfying, vazhdoj rrethem për të dytën herë. Dhe kemi fustanin e dytë sërish nga Rihoas, që është në ngjyrën e verdhë, ngjyra e verdhë yellow butter, ka dalë shumë në modë si vjet, përveç mokës, është në ngjyra e verdhë sezonale për stinën e pranververës. Dhe prandaj vendosa që këtë fustan e Rihoas ta marr në ngjyrën e verdhë, sepse ishte edhe në ngjyrën e bardhë. Ky është i shkurtër, është shumë i bukur. Shikoni ka këtë materialin kështu super veror. Dhe gjitha i ka marrë në masën small. Ja do ta vesh edhe këtë sepse ngushtohet dhe shumë bukur këtu te pisa e belit. Fustani i tretë dhe mbaruam me produktet e Rihoas. Edhe kjo është shumë e bukur. Ngjyra blu është shumë në modë çdo verë. Ky është fustani i tretë nga Rihoas, vjen shumë i bukur te pjesa para ka dy fjongo dhe ky vjen po i gjatë deri në fund të këmbëve. Tani unë do t'i provoj që të shikoni si rini, por, spoiler, fundjavën tjetër ne do nisim plazhin, pushimet verore, kështu që do të mi shikoni të veshura dhe të kombinuara buzdetit, ashtu si që ka hije dhe si shkoj këto fustane fix me vibin veror dhe të plazhit. Ky është fustani i tretë që ju tregova, shikoni sa i bukur që është. Ri i gjatë deri në fund të këmbëve se nuk duket shumë aty dhe kam kombinuar edhe me takat nga Cozy Island. Ka fix një vibe prej zonjushe, shikojni sa bukur që duket. Edhe mbrapa është i thjesht fare, këtu në vel vjen pak i ngushtë. Edhe me çantën. Sa bukur që duket së bashku. Mendoj që ngjyra e bardhë më përshtatet shumë dhe fix ka stilin tim, se unë i dua pak të ngushta në bel, pak ndoshta të hapura, pak të çara, se ky është me pulla dhe mund të hapësh dhe ta mbyllësh sa të duash. Shikojni pak se sa i bukur është edhe ngjyra më in e momentit. Thoni çik, shi sa i bukur që është, si ju duket, a ju pëlqen? Është shumë i bukur. Te këto dy fustanit e fundit jemi tërësisht në stilin tim. Tregon shumë bukur pjesën e belit, pjesën këtu sipër të krahërorit, edhe është një gjatësi normale. Më pëlqejnë shumë dhe mezi po pres që të shikoni të stiluara siç duhet në plazh, në Instagramin tim, mos harroni të më bëni follow dhe atje, Alba Vispost Fira, i më ndihni në Instagram, se kemi postime shumë të bukura. Të jetë një vibe fix, vibe princeshe. Whisper in her ear, dreams and lullabies, wipe away the tear under moonlit skies. And time flies so fast, memories hold tight, wishing they'd last in tomorrow's light. And I say, oh, oh, my little girl. Njerëz, jam unë këtu në balkon tani dhe po shijoja kafën time të mbasdites. Është koha shumë e mirë, frynë edhe pak erë dhe u kënaqa. Tani sot do më shikoni më shumë në shtëpi, sepse herët në mëngjes e kam rënë pak më vonë, çova për të qetur Kokon dhe Koko qetet me qetësues. Kështu që nuk i ka dalë akoma, është përgjumur dhe po mundohem që gjatë gjithë ditës pjesë më të madhe të rinë në shtëpi që mos ta lë vetën. Tani unë drekën vajta hëngra qetet e mamis, sepse kam këtu afër edhe nuk isha gatuar gjë vetë, sepse gjithë paraditën më mora me Kokon, më shoqëroi dhe babi. Pasi Kledi nuk e kam këtë fundjavë, e kam në punë gjithë ditën dhe është në punë jashtë Tiranës. Siç ka të mami që nga Dreku, nuk theva pak të Welli dhe mora një dy produkte që i kishte në ofertë në fakt. E të tregoj. Welli ka futur të gjitha brendet e mundshme, që janë drugstore dhe koreane, i ka të gjitha produktet, një pjesë të madhe të themi të firmave të rëndësishme, dhe mora të hidratuesin tim, që marrë gjithmonë, gjitha me ullit të Welli, nga 24 që e marrë zakonisht, ishte 17.000 lek, 17.918 një gjë e tillë. E keni parë, se ua kam treguar disa herë që e kam marrë. Gjithashtu, po të së njëjtës link, të saj Skin 4 që është me centella, mora edhe një maskë fytyre. Është kjo këtu, që do ta përdori pasi të bëjmë dush. Dhe mora dhe një gel për stilimin e kaçurelave, që është ky këtu. Këtë nuk e kam provuar asnjëherë, është e parë që e marr, është nga Revloni dhe është Twister's Scrunch Gel Activator për kaçurelat. Do ta provoj dhe këtë kur të bëj dush dhe do t'ju them review-t e mia. Mish një të video të Nathan, oju bote. Ti nuk luajt ashtu me skuterin. Pritë shkoj çik veshjen çka ke veshur prit. Dola pak
pak me mamin, me motrën dhe Natani, dolëm nga Deli Orgji, pim nga një lëng, kaluam pasite së bashku dhe tani sa erdhe në lagjet e parkimit, në fakt se parkova makinën, më ka lënë Klajdi makinën e vjetër, sepse kisha për të çuar dhe kokën te veterineri dhe nuk doja që të më gërvishte stormin tim që është lëkur nga mbrapa, kështu që mbajta Mazdën. Dhe nuk e çuditshëm kur ngas Mazdën sepse Stormi pasati është shumë i qetë në ngarje, ndërsa Mazda më duket sikur bën zhurmë kot dhe nuk e merr atë shpejtësinë tamam. Nëse është ky problemi kur ndron makinat. Tani do ikim në shtëpi, të shoh pak se si është koka, sepse lash pak a shumë një orë pak vetëm, besoj se do të ketë dalë pak më shumë qetësuesi që i bëri, sepse nuk është tamam narkoz. Edhe ta nxjerr pak shëtitje. Pastaj darkën dua ta kaloj relax total, dua të vendos një film në Netflix, do bëj ca kokoshka, do bëj një sanduiç, do një pjetë mirë që ta kalojmë kështu qetë në shtëpi. Whisper in her ear, dreams and lullabies. Wipe away the tears. Mirëmëngjes njerëz nga dita tjetër, jemi zgjuar herët sepse erdhi dhe puri, se tash punë jashtë Tiranës këtë fundjavë. Por duhet të shkojmë që të votojmë si qytetar të devotshëm të këtij vendi. Besoj të gjithë keni shkuar të votoni, sepse duhet të shprehni bindjet tuaja politike dhe të vendosni për të ardhmen e këtij vendi. Dhe pastaj të pijmë kafen. S'kemi ngrënë mëngjes. Prit. Menuja e mëngjesit për sot ka molto. S'kemi ngrënë në shtëpi. Mirë. Se ka marrë për të dy. Ka shumë të mira. Janë molto bio. Janë vetëm me 100% miell integral edhe me mjalt, pa ëmbëlsues tjetër, pa sheqer. Edhe outfiti ditës jemi me setin e leopardit. Është leopardi, zebra është bardezi tash. Po. Edhe çantën nga Cozy Island. Se e kombinoj me veshjen. Është bashkëpunim, është shpirti, qetëso. I qetë jam po dhe për të gërgjë. E gjeti. E të tuar gjë, nuk ka gjë të mjetë. Po pra. Unë s'kam bësh shpenzime fare, këto, po vetëm bashkëpunime. Shqyqy që blendin e gjë që të duhet, në kërë duke bërë të fustane, ande e qaj që të fustane që Bashkëpunimet varet që vjen. Ti merë... Unë me fustanet e pepërmajës do ndri gjithë verën, do më shohësh. Do ndri me të dhe fustane vishë vetëm për dasma e në për synet liqe. Do t'i shesi thoni njerëz, kam i faqur në Instagram, t'i shes aty që se keni dasma, matura. Më thoni, t'i nxjerr në shit, t'i nxjerr me shit me çmime shumë të mira. Votuam qytetarët dhe ke gishtit i zona. S'ta bëri fare dhe? Sa ta ka bërë, të shoh. Më shumë ta ka bërë të shoh. E po s'ma ka bërë të thoj, më ka bërë të mishti që të më fshije. Se tash mundësi, se kemi shumë të shumëtuar këtë. Po si të shumëtuar, pra, jo. Po jo më shpirë se ti më shenjë në gishte. Do. Ja dhe bisha ime Stormi është larë, është bërcic. Je për shumë i bukur. E kisha shtyr kaq shumë të sistemime në dollapit, sa realisht nuk kisha më asgjë për të veshur, kështu që më në fund tash po e filloj, të paktën të palos të dimrit, që t'i ngjisë dollapi sipër dhe të zbres poshtë të verës. Po seleksionoj edhe ca gjëra që nuk e përdor më dhe thjesht duhet flakur, me thënë drejtën. Gjithashtu janë ca rroba që me thënë të drejtën nuk i mbaj më, por pra më vjen shumë keq që t'i dhuroj apo ti heq nga garderoba ime t'i hedh. Shumë e vështirë është kjo pjesa e rrobave. Nuk e di si jeni ju. Keni rroba që lidheni emocionalisht dhe nuk doni që t'i hiqni nga garderoba, sa unë kam. Zoto njerëz janë të gjitha për të hedhur, janë rroba që kam përdorur aq shumë se kanë filluar janë prishur, nuk e di se si do t'i çoj deri te koshat. Vendosa që të dal nga liçeni. Tani, u mora unë gjithë, do të thënë nga dreka, I fillova rreth orës 12 e ca, fillova që të sistemoja rrobat, kam nxjerr 5 qese të mëdha për të flakur, pastaj sigurisht kisha bërë as dreka asgjë në shtëpi. Vajta hangra drekën nga mami, u ktheva sërish në shtëpi, përfundova një pjesë të rrobave, flaka një 2-3 qese sa munda, pjesa tjetër ka ngel në korridor që të kujtojmë që ti marrë ti flak, sapo I nxora jashtë në balkon, u ngelën aty. Dhe janë rroba që thjesht janë prishur, nuk përdoren më, kështu që thashë nuk janë në gjendje të mirë edhe për t'i dhuruar, sepse përpiqem gjithmonë që rrobat që dhuroj janë në gjendje shumë të mirë. Edhe kështu, pastaj u mërzita në shtëpi, thash nuk do më shkoj gjithë dita në shtëpi duke u marrë më punë, se vura 2 lavatriçe, ndej njëra akoma më ka ngelur pa ndehur.
iku gjithë dita, gjithë pushimet duke u marrë me shtëpinë, me sistemimin dhe me rrobat. Që thash Alba jo, me qënë se edhe javën që lam pas domethënë, nuk mund të shkoj dot në palestër 4 herë, kam shkuar vetëm 2 herë, kështu që thash po dal nga liçeni të bëj një xhiro të gjatë, kam marrë kufjet e mia, që do t'i vendos tani. Dhe do dëgjoj muzikë të mirë, do bëj një xhiro të gjatë, do marr dhe kafen e pasdites në dorë këtej nga liçeni, kështu që shijojmë pak edhe natyrën, edhe kalojmë edhe pasditën këndshëm. Dhe shëtitje njerëz, unë kënaqa, edhe u lodha pak, sepse unë sot kam ditën e parë të ciklit, edhe nuk kam qenë humor të mirë gjatë ditës, kështu që prandaj vendosa që të bëj këtë xhiro. Unë jam nga ata njerëz, unë pak muzikën, që më shijon shumë kohë të kaluarit vetëm, kështu që her pas here gjej kohë që të bëj një shëtitje vetëm, të pi një kafe vetëm, dua të ri vetëm në shtëpi, më shijon shumë, më mbledh ato mendimet e mia. Tani, shikojmë si jemi me gollin e ditës. Shifeni njerëz, po, kam bërë 10.500 hapa sot. Kështu që jemi super mirë. Pavarësisht se po më dhëm pak mesi, prapja dola që t'i bëj hapat edhe të stërvitemi pak. E vetëm gjë që më bezdisi pak në pak ishte pak alergjia, sepse jemi në sezonin e alergjisë, edhe unë para gati 1 muaj bëra provat e alergjisë, ato që bëhen në lëkurë, edhe dola që isha alergjike nga pluhuri i shtëpisë. Për më tepër, nga që më ja bërë kronike her pas here, më përsëritet një sekund që të kthej makinën. Më përsëritet bllokimi i sinuseve, edhe mjekja ime tha që me shumë mundësi do ta kesh rinit alergjik, por nuk e sekrecjon edhe prandaj të bllokohen sinuset. Edhe kështu thash që dola alergjike nga pluhuri i shtëpisë dhe mjekja alergologe më dha kokra për 5 ditë. Gjithashtu duhet të merrja antibiotike edhe për sinuset që isha super të bllokuara. Por çfarë bëra unë? Nuk mora asnjërin prej tyre. Kështu që vazhdoj her pas here më bllokoj sinuset dhe në këtë moment nëse kuptoni edhe nga zëri im, dihem e bllokuar nga alergjia edhe te fytja ndjej super të thatë, por vazhdoj të mos i marr ato kokrat e alergjisë, vazhdoj të ja mohoj vetes që jam alergjike. Dhe kem gjarë mamit në fakt, se mami ka qenë alergjike gjithmonë, tani është shqetësuar në fakt, ka bërë shumë vite kur edhe tani nuk ka më probleme, por nuk vazhdoj të mos e marr kurrën. Domethënë, kemi sharë gjithmonë prindrit tanë që nuk duan të shkojnë te doktori, nuk duan të pinë ilaçe, dhe në fund çfarë ndodh? Përfundojmë duke u bërë si ata. Kështu tani të ikim në shtëpi, të bëjmë një dush, të rregullojmë flokët edhe të bëhemi gati për javën. Nesër është e fillon java. Do kemi një javë shumë të mbushur në fakt, sepse siç u thash, të shtunë nisem mirë për pushime në plazh, kështu që duhet të heq vetullat, se besoj gjatë gjithë kësaj vite keni vënë që më janë dukur skandal. Duhet lë orar për thonjë, të bëj dhe thonjtë e duarve dhe thonjtë e këmbëve. Dhe tjetër gjë që orari duhet të kem. Këto, thonjtë dhe vetullat, besoj se kam gjë tjetër. Gjithashtu duhet të blej dhe këto gjërat për plazh, vaj se jemi bardoshe, po krem trupi për të mbrojtur me SPF, se me sa më nuk kam nga vjet, plus se duhet të kenë skaduar se aq e kanë, ato e kanë një afat kohë shumë të shkurtër. Kështu. Sa dola nga dushi dhe tani do krej mirë flokët dhe pastaj do t'i thahim. Tani, ky është produkti i mieles, ma kam treguar edhe herë tjetër që më ndihmon jashtëzakonisht shumë për të krijuar flokët, ka aromë fantastike, kështu që unë i ndaj në 2 seksione flokët edhe i lyej me këtë. Se kemi shumë dritën të mirë tani sepse u rrësua dhe drita në dhomën time nuk është se është shumë e mirë. Por kështu njerëz, thjesht i ndajmë në 2 seksione edhe i lyej me kremin.
E mbani mend disa herë më para ju kam treguar produktet të Kantus për flokët, edhe shampon edhe conditionerin, balsamin. Mua më kanë pëlqyer shumë. Po mbaj mend kur publikova të video kisha disa komente që nuk e pëlqenin. Ishin disa komente në fakt negative. Shikojeni, produktet që të dyja janë bosh. Shikoni duket? Janë bosh deri në pikën e fundit, kështu që për mua janë shumë të mira. Sepse nëse më kishin pëlqyer, sigurisht që do t'i kisha lënë aty më njëm dhe do kisha bler të tjera. Por kësa herë nuk do marr prap Kantun, do marr shampon dhe balsamin e mieles, që është si ky kremi Livin, ky me shegë dhe me mjalt. Do provoj shampon dhe balsamin e mieles dhe pastaj të shoh të vendos këtë të përdor rregullisht mielen apo Kantun. Do t'i shikoni review të videot e tjera. Tani të krejm flokën dhe do t'i stiloj me produktin e ri të Revloni që ju thash që e mora tek Welly. Okej njerëz, i kreva dhe flokët dhe tani erdhi momenti që të provojmë produktin e ri Twister Scrunchie nga Revlon. Revlon Pro U. Tani, prit të hapi. Shikoni, se është gel dhe që ka kështu si Leila. Duket se ka mend shumë. Po do mundohem që të përhap në të gjithë flokën. Okej. Aromën, çka? Jo do një gjë kush e di. Produktet e mieles kanë super aromë. Okej, tani do shtoj edhe pak që t'i bëj scrunch gjithë flokut. Tani do e thaj edhe pak me peshqir, edhe e thaj me thërës. Ta-ta! Ky është edhe rezultati final i kaçurelave njerëz. Do thoni pak se si ju duken. Mua pëlqejnë, janë shumë të buta, si gel që ishte ky produkti i Revlonit Pro U-ja, nuk ta ngrin, është i gel që ta bën ta formëson kaçurelin, por gjithashtu ta lë të butë. Floku është goxha i butë edhe i lehtë, ke qef ta prekësh edhe kaçurelat janë goxha të formuara. Shikojeni? Si ju duken? Mua më pëlqeu, ishte goxha i mirë. Aromë thash nuk është se ka ndonjë gjë të mirë, por gjithsesi ndjej akoma aromën e Livinit, kështu që gjithsesi kemi aromë të mirë në flok. Edhe kështu njerëz, tani i ka ardhur fundi edhe kësaj video dhe duhet që të editoj video që ta hedh të martën që ta shikoni ju. Vërtet arritëm 1000 subscribers, por mos harroni që duhet të rritemi akoma edhe më shumë. Tani goal i radhës, pikësunimi i radhës është të arrijmë 2000 subscribers. Nuk është se tani që bëjmë 1000 subscribers do bëhet nami me pagesat e YouTube-it, por thjesht është një motivam i vogël që unë të hedh më shpesh video, të bëj video edhe më të bukura. Mos harroni pra bëjni subscribe njerëz, si gjithmonë komentoni çfarë ju të keni dëshirë dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës që do jetë një video pushimesh.